Ka njerëz të cilët janë të smur dhe normalisht njeriu kur është i smur mendon ndoshta më shumë ka vdekje, edhe pse muslimanët gjithmonë duhet ta kujtojnë vdekjen, qofshin edhe të shëndosh, pasi vdekja nuk ka afat caktuar se kur do të vijë dhe askush prej nesh nuk e di se kur do të vijë ajo. Por njerëzit të cilët janë të smur apo njerëzit të cilët janë në moshë dhe normalisht ato janë që më tepër ndoshta e kujtojnë vdekjen, a mund të japësh disa mesazh për të njerëz si duhet të veprojnë? Kam taku disa njerëz të cilët kanë qenë në prag të vdekjes dhe kanë ditë që me mjeksi ajo është vdekje. Kam pyet, kam bisedu me ta, ka thënë hoxh, ne nuk ka jetë për neve, po s'kemi ba punë të mira, kuko për neve. Hoxh, se kemi adhuru Zotin sa duhet, kuko për neve. Hoxh, se kemi ba këto, se kemi ba këtë. Dhe unë e dha një mesazh shumë të mirë për ta njerëz. Para se të smuhesh, dije që Zoti ekziston. Dije që duhet mi ba këto adhurime. Mandej është vonë dikur. Edhe Firauni ka besu. Ka thënë amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Ka thënë Zoti el-an wa qad asayta min qabl. Ata është karaman. Ku ke marrë? Edhe pendimi pranohet përderisa të vjen në shpirtin e fytyrës. Edhe derisa të lindilli për pendimin. Dhe derisa të vjen shpirti të fytyrës, rase keni smundje të keqe dhe e din sakt që ky njeri nuk shka një muj 2-3. Po më duket që edhe që kjo hen që ato. Edhe që kjo hen që aje, se ka orë shpirtit e fytit një muj, 2, një vjet, edhe ecë ky njeri. Dhe ta është ti, që atër me të rënmen, me adhuru Zotit, me rajës të i farë, kam dru tut që nuk ta pranë Zotit. Vetëm këtë kam. Kam tut që ta pranë Zotit. Shë që para se të smuhesh, dije, se çdo njeri, edhe nëse është munafik, edhe nëse është komunist, edhe nëse është njëri më i dop. Momentin kur i vjen me vdek, Allah pisket. La ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah. O Zot, nimam. Atëra vonë. Ama të gjithë e din që tash vetëm me Allahin kanë punë dhe mes. As nimam pasuria, as tenderi, as fëmia, as pasuria, as evladi, as kërkush. Soni nimam askush. Post madhe të Zot dhe Xhelal. Dhe po tutna që është vonë atëherë. Rasa ata njerëz kanë rënë në të nëshirë, me janise me bëhë zjaret të vanjën ato. Inshallah Allahu Gjeleshanu në mundëson që ta kujtojmë ma gjithmonë, dhe më thonë, ta kujtojmë ne kur jemi rahat që ajtë na kujtojnë neve atërës kur të kemi nevoj për Allahun Gjeleshanu dhe kur do t'i lutemi ati me lutjet tona.